Edi, i prekur dhe mjaft i acaruar nga situatat që po shikon në Grande Fratello, shprehet hapur para banorëve se po ndihet xheloz dhe i nënvlerësuar. Ai thot me tone të ashpra se, sipas tij, askush nga djemtë e tjerë në shtëpi nuk është më i mirë se ai, as në lojë, as në karakter, as në sjellje. Edi këmbëngull se ka më shumë personalitet dhe më shumë qëndrim se gjithë pjesa tjetër e meshkujve atje brenda. Teksa vazhdon të flas, ai shton se sjelljet e disa prej tyre nuk i duken as pak të forta apo të sigurta. Madje shprehet me ironi se shumë prej djemve në Grande Fratello po sillen më shumë si vajza, duke u munduar të duken të butë, të qetë dhe të sjellshëm vetëm për hir të lojës. Jo se ky është karakteri i tyre i vërtet. Edi mundohet ta mbajë veten të qetë, por tensioni i xhelozisë i del në fytyrë dhe në mënyrën si flet. Ai thot se ndonjëherë i duket sikur po i marrin vendin, vëmendjen dhe respektin, gjë që e prek direkt në krenari. Ndërsa të tjerët reagojnë ndryshe ndaj deklaratave të tij, disa qeshin, disa nervozohen. Edi vazhdon të mbrojë idenë se ai është më autentiku, më i drejtpërdrejtë dhe se askush nuk mund ta zëvendësojë apo ta kalojë në lojë. Banorët vërejnë se ai po del më i tensionuar se zakonisht, sidomos tani që situatat jashtë dhe brenda shtëpisë po e bëjnë të ndihet më i pasigurt. Debati vetëm sa e ndez më shumë atmosferën dhe të gjithë fillojnë të kuptojnë se xhelozia e Edit ka arritur një pikë kulmore.